Konferenca për shtyp pas ndeshjes së parë të play-offit UEFA Conference League Shkëndija përballë Samsunsporit, jemi mundur 1-0 në ndeshjen e parë para takimit kthimit në Turqi. Këtu trajneri Jeton Beqiri i gatshëm për të përgjigjet në pyetjet tuaja. Ne kishim përballë një skuadër shumë cilësore, por unë dua të merrem pak me skuadrën time. Mendoj që Shkëndija nuk ishte në maksimumin sonte, domethënë nuk patëm paraqitje më të mirë të mundshme. Normalisht njëjtën kohë nuk dua të përul performancën e kundërshtarit për shkak se jemi korrekt, ishin skuadrën më e mirë në fushë dhe një nga ato raste që patën e shfrytzuan, kurse ne nga 2-3 raste të mira që patëm nuk shënuam dhe kundër këtyre skuadra kështu që janë shumë cilësore, nëse nuk arrin të shënosh nga ato rastet e pastra, atëherë rezultati përfundimtar normalisht do jetë negativ. Si fillim duhet të fokusohemi maksimalisht për ndeshjen e ditës diel në kampionat, pastaj edhe ndeshjen e kthimit do mundohemi të bëjmë maksimumin dhe shpresojmë në një performancë më të mirë nga skuadra jonë. Mirë, përndër gjithë që bëjmë këtë konferencë për shtyp, kemi që Shkëndija sarsisht dëshirës dhe përshërisë të stare për të arduar për shtyp ndeshjen me Sifeksin, në fundit sipas informacioneve të ka klubi, para Sifeksit në përruar në direktiv, dhe duhet të bëjmë atë të tjere, dhe pastaj ndeshjen e kthimit me Samsunsporin dhe në ardhshme. Ju urojmë gjithë mira të takojmë në tjera konferenca për shtyp.